Dje në ambientet e shkollas Marif në Prizren u mbajt programi artistik për ndër të shënimit të 108 vjetorit të betejës së Çanakkale's. Në takim morën pjesë përfaqësues nga konsullata Turqisë në Prizren, përfaqësues nga KFOR-i turk në Prizren, prindër dhe mysafir e të ftuar të ndryshëm. Fjalën hyrëse mbajti drejtori i përgjithshëm i shkollave Marif në Kosovë, zotri Mehmet Nedim Aslan, duke kujtuar gjithashtu poetin e madh me prejardhje shqiptare Mehmet Akif Ersoin, i cili shkroi himnin turk të Republikës së Turqisë dhe duke kujtuar gjithashtu edhe pjesëmarrjen e shqiptarëve në këtë betejë dhe bosnjakëve. Ai tha se sot po shënojmë 108 vjetorin e fitores së Çanakkale's. Histori jo është mbushur me fitore, kurse fitoria e Çanakkale's është fitoria dhe lavdia popullit tonë dhe të tjerëve që morën pjesë në këtë betejë. Dua të them se në këtë betejë i ka ngritur lavdi edhe me poezi madhi Mehmet Akif Ersoi dhe pastaj ka vazhduar. Bugün 18 Mart 1915 yılında kazandığımız Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Sot, me krenari dhe mirënjohje përkujtojmë 110 vjetoren e fitores së Çanakkale's, të cilën e fituam sot 18 mars vitin 1915. Fitore ishte jo vetëm një pikë kthese e rëndësishme në historinë heroike të kombit të turk, por edhe një shembull për mbar botën për formimin e kombeve nga solidariteti dhe heroizmi që tregojnë në kohë të vështira. Fitoria e Çanakkale's është emri një rezistence, një lufte dhe fisnikërie që është unike në historinë botërore të një kombi që thotë: ne ose vdesim ose ngrim përsëri flamurin. Historia jonë është mbushur me histori heroike dhe fitoria e Çanakkale's është një nga më të mëdhenjtë të këtyre heroizmave. Në të cilën Turqia ka arritur sot është rezultati i kësaj fryme heroike. Fitoria e Çanakkale's pra është një vërtetë dhe vërtetësi të cilën ka arritur sot pra që shteti turk të formohet. Fitoria e Çanakkale's nuk është vetëm fitoria e popullit turk, po është edhe fitoria e popullit shqiptar, popullit bosnjak dhe të gjithë dëshmorëve të cilët ranë dëshmorë në këtë luftë. Pritshmëria jonë nga mësuesit tanë është që ata të sigurojnë edukimin me kuptimin e të qenit vendas dhe kombëtar në radhë të parë dhe duke qenë besnik ndaj vlerave dhe kombit të tyre, e më pas duke integruar me shkencën, letërsinë, artin dhe teknologjinë në tërë botën. Kjo nuk është vetëm një qasje mësimore, por edhe shprehje respektit tonë të thellë për kombin dhe kulturën tonë. Në këtë kontekst, dua të theksoj se poeti ynë kombëtar Mehmet Akif Ersoi e bën të ndihet të thellë kuptimin e Çanakkale's në poezitë e tij. Dua ta përkujtoj edhe një herë pra poetin ndërkombëtar Mehmet Akif Ersoi, i cili familja e tij ishte pra nga ky vend, nga Kosova, nga Peja. Në 110 vjetorin e fitores së Çanakkale's, derisa përkujtojmë edhe një herë këtë fitore të madhe, do vazhdojmë të mbajmë gjallë me krenari eposet heroike të kombit tonë. Me këtë rast përkujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje të gjithë dëshmorët tanë nga Turqia, Kosova dhe kombet e ndryshme, të cilët ranë dëshmorë duke luftuar kundër imperializmit në Çanakkale dhe i përulën kujtimeve tyre të çmuara. Nxënësit kishin përgatitur një program me poezi, recitime, skene artistike, këngë e valle, ku nxënësit kanë shprehur talentin e tyre.
Yarım saattir tüfeğini kontrol ediyorsun. Hayırdır? Sorma be kardeş. Bir gün Araburnun'da mevzilerden düşmana doğru ateş ediyoruz. Komutanım cephanemiz bitti. Destek de gelmedi. Bak destek geldi. Mevzi al çabuk.